Të nderuar miqtë Veriu Sport, jemi përsëri së bashku tashmë në pushimin e ndeshjes Vllaznia Byliçi. Edmond Doçi, trajneri i futbollit në Akademinë Vllaznia, na bën një analizë të shpejtë për atë çfarë konstatoi në pjesën e parë 0-0. Po, nesha normalisht filloi me një vrudhë dhe u pa që Vllaznia po kërkonte golin, normalisht do po funksiononin mirë, por nuk po arrin me dalë rezultati. Një gjë që ndoshta ne kanë iku nesha më përpashme, sepse duke pas parasysh rëndësinë që kishte nesha me Elbasanin dhe Vllaznia për mua ditë bani një neshe shumë mirë pavarësisht rezultatit, por duhet thënë që edhe ndoshta psikologjia e lojtarëve është pak e rëndë, por mendoj që sot do të bëjnë atë më të mirë që të marrin 3 pikën edhe kështu që vazhdojnë përpara, sepse asnjë gjë s'ka marruar, çdo gjë është e hapur edhe na jena me pretendime dhe shpresoj që me Vllaznia, me Dinamon për klub dhe me Elbasanin për kampionat, mendoni se kanë dhënë një efekt pozitiv në aspektin moral dhe psikologjik? Sado që ta shprehem që nuk mundem më muzit, normalisht që sportistat e njën, sepse çdo kush dënë me fitu për me kanë psikologjikisht vegë. Por shpresoj që sportistat edhe stafi duhet të reaguajnë profesionista edhe vazhdojnë luftën, sepse asnjë gjë s'ka marru, edhe ne kena kanë ato që kena uheq kampionatin, edhe mendoj që edhe jashtë në vazhdim i shohim favorin e Vllaznisë, kështu që është diçka që nuk duhet me lanë mbrapa, sepse asnjë gjë s'ka, por t'ia bëjmë shpejtin e të marrim pikë që kanë metë dhe të shkojmë final por sa më sigurt dhe sa më pretendent të tij. Përpos golit që u analua nga sistemi i VAR, çfarë i pëlqen më tepër tek Vllaznia diçka tjetër në pjesën e parë? Po, në pjesën e parë them drejtën, ndoshta kishte pak shpërndarje, më thënë kishte hapësina mes mbrojtjes edhe sulmit, po sulmosim shumë, por kur e merrte topin bashi, normalisht sportistët e Vllaznisë lodhen sepse duhet të kthehen në shpejtësi për të rikuperuar topin, kështu që ndoshta kjo lodhje të edhe pastaj edhe mos më shku se si duhen sot. Kena pa një pjesë parë që nga të dy ekipet me topat hupën shumë nga të dy ekipet, ndërkohë që ndoshta koha nxehti lodhja, por Vllaznia mendoj që është më lodhën se bashi, do shpresoj që ta kalojnë këtë neshë se është një e rëndësishme, edhe mendoj që është më lodhën edhe fizikisht, po ashtu edhe psikologjikisht, por unë them që do ta kalojnë edhe çunat banë maksimumin, kishte raste, po duhet me shfrytëzu, duhet me lështu atë raste, sepse atë raste t'japin neshë, sepse po ta shohim votë, gjaja më kryesore është që kush shënon raste ku do neshë. Fondi një Byliç në fakt jo pak ka treguar vera në stadiumin Loro Borisiu dhe ka marrë jo vetëm 1 pikë, por edhe 3 pikë, ose po nuk kanë fort, sepse është një kufit e mbijetesës. Ja, që edhe në kohën kur kena luajtur në sport, çdo ekip në Shkodër ka ardhur dhe ka luajtur futboll, dhe normalisht që duke luajtur futboll vjeshën edhe duke e ditë që edhe ata po luajnë futboll mirë, kanë edhe një rramje shkakse edhe për publikut shkodrane, normalisht që ajo i ngrohe dhe normalisht japin maksimum. As pa tepër që japin maksimumin se janë të luajtur kundër Vllaznisë, gjithmonë ekipet kundër Vllaznisë shprehin maksimumin e vetmi, janë 2 anë, sepse edhe dojnë me luajt për ekipin që lozin, por është edhe një anë tjetër që dojnë më shpejt që nesër mas nesër ndoshta shumica e lojtarëve që lozin me ekipet e vogla kanë qejf të jenë pjesë e Vllaznisë, normalisht është pak e vështirë për ekipet mira në këtë rast për me nxjerrë rezultatin, por mendoj që duhet me kanë profesionista, ekipi Vllaznisë dhe duhet me gjetë mënyrën për me fitu neshet edhe kur ndoshta ti nuk je edhe mirë psikologjikisht, por edhe një ndoshta si në 100% tonë fizik. Me atë çfarë pat në pjesën e parë, si e parashikon të dytën, të ketë ndryshim rezultati favor të Vllaznisë apo po ta shohim Vllaznia pa 3-4 raste edhe raste që mund të bashin gol, edhe normalisht vjen keq që nuk u shfrytzuan më mirë, edhe kurse bashi thjesht kishte atë konësuar me thjesht një presion, ku na ne si me të rrugën ndoshta pak në sistem edhe alarmit që janë të sulmu, por jo se na rrezikojnë. Kështu që se mendoj që Juve nuk ishte asnjë top boll për ta pritë, ishte përveç një goditje që ishte nga distanca. Kurse Vllaznia pa raste, po thjesht do të më çuan vjet, edhe mendoj që duhet ta vlerësojmë më shumë edhe duhet vrapojmë më shumë, sepse
nuk është të thonë se i luajmë kur e kemi mendën që duhet me kapu, duhet me kapu. A duhet një shifër e parashikimit nga Edmond Doci? Nuk jam për shifra, gati nesër tilla munden me marru ndoshta edhe 1-0, por unë mendoj që Vllaznia do të përfundojnë, do ta mbyllen 2-0 nesër. 2-0 me... Ashtu mendoj. Po, mendoj që duhet edhe bala të çmendur. Bukur, një parashikim të tillë dha për parandesjes edhe Jetmi Podgorica, sekretari i përgjithshëm i shoqatës rajonale të futbollit shkodër, por edhe një arbitër të mirë të Shqipërisë. Ishim me Edmond Docin, ish futbollistin kampion të Vllaznisë dhe aktualisht edhe një trajner shumë i suksesshëm në Akademisë Vllaznia. Faleminderit Edmond. Faleminderit,